نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, atë falënderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të shpirtit dhe punëve tona të këqija. Atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e humb, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm, pa shok dhe pa ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahut me një frikë të vërtet dhe mos vdisni veç se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. O musliman, ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë ndaj Allahut të madhruar, dhe devotshmëria nuk kupton që besimtari të veprojë bindjet ndaj Allahut me dritë nga Allahu, duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të largohet nga të ndaluarat e Allahut me dritë nga Allahu, duke ju friksuar ndëshkimit të Allahut. O musliman, mbar bota islame përcalli muajin e Ramazanit, dhe Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i Shewalit dhe i të gjithë muajve të tjerë, dhe shenja e pranimit të punëve të mira në Ramazan janë punët e mira pas tij. Nëse agjërimi përfundoi në muajin e Ramazanit, agjërimi vazhdon, dhe kush agjeron 6 ditë nga muaji Shewal pas Ramazanit është sikur ka agjëruar gjithë vitin, dhe nëse përsërit këtë në çdo vit është sikur ka agjëruar gjithë jetën. O musliman, sot do të ndalemi për një diçka që është synim për çdo njeri. Të gjithë njerëzit, synimin kryesor të tyre kanë që të jenë të lumtur, dhe lumturia është synimi kryesor, pas të cilit rend gjithkush që është mbi tokë, rend dhe vrapon që të jetë i lumtur, ai vetë dhe familja e tij. Dhe disa e kërkojnë lumturinë nëpërmjet pasurisë, dikush tjetër e kërkon duke arritur majat në një karrierë të saktuar, pas të cilës vrapon. Dikush tjetër mendon se lumturia arrihet me gjëra të tjera, gjithë secili ka dhënë nga një opsion se cila është gjëja që më bën të lumtur. Mirë po, një gjë është e sigurt. Prandaj ka thënë shumë prej psikologëve se lumturia e vërtet është ajo që përjeton njeriu që është i kapur me fen e Allahut të madhruar. Prandaj njerëzit më të lumtur janë ata që janë më praktikant të islamit, që janë më të rregullt me normat e fesë islame. Për ata nuk ka as pikëllim, as brenga, as ankse, as vuajtje, ndryshe nga njerëzit e tjerë, edhe pse janë pasanik, edhe pse kanë saraje, hotele, shtëpi, makina të panumërta, përsëri nuk janë të qetë. Janë në ankth, janë në stres, janë në vuajtje, janë në pikëllim, janë në dëshpërim.
Ndryshe nga ai muslimani i cili edhe pse është i varfër, përjeton një lumturi të habitshme. Dhe shkak për të është praktika e fesë islame. Dhe sot do të ndalemi në disa pika që Allahu madhruar i ka përmendur në librin famëlart, në Kur'anin famëlart, që janë shkaqe që e bën njeriu të lumtur, dhe nuk ka dyshim se shkaku kryesor dhe arsyeja madhështore me të cilën arrihet lumturia është vërtetimi i besimit dhe puna e mirë. Allahu madhruar thotë në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kush punon punë të mira, qoftë mashkull ose femër, duke qenë besimtar, ky është kushti, të jetë besimtar. Ne kemi për t'i dhënë një jetë të kënaqshme në jetën e kësaj bote në dynja, por edhe në ahiret kemi për ta shpërblyer me shpërblimin më madhështor. Vërtetimi i besimit është shkaku më madhor me të cilën arrihet lumturia dhe gjithashtu puna e mirë. Gjithashtu nga shkaqet kryesore me të cilat arrihet lumturia është posedimi i diturive të dobishme, të cilat burojnë nga Kurani famëlart dhe suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu madhruar i ka lavdëruar ata dietarët që i kanë ngritur në gradë të larta: "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngre ata që besuan prej jush dhe ata që ju është dhënë dituria në gradë të larta. Gjithashtu Allah thotë në Kur'an: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Thuaj, a krahasojnë ata që dinë me ata që nuk dinë? Përgjigjja është jo. Nuk krahasojnë dietarët me ignorantët. Gjithashtu nga shkaqet me të cilat arrihet lumturia është devotshmëria dhe durimi. Allah madhruar thotë në Kur'an: "Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Kush duron, kush është i devotshëm dhe është i durueshëm, le ta di se Allahu nuk i përhumb punët e mirëbërësve, asnjë gjë nuk i këndëm. Bë të mirë dhe e mira ka për të dalë përpara, dhe gjithë secili e provon vetë sa herë që bën të mira nëpër njerëz. Allah madhruar i hap rrugët e mirësisë, rrugët e bereqetit për shkak të punëve të mira që bën. Prandaj lumturia arrihet nëpërmjet devotshmërisë, zbatimit të fesë, largimit nga haramet, lëre një gjë për hir të Allahut, dhe Allahu ka për ta zëvendësuar me më të mirë se ajo. Nëse është një punë e dyshimt, është halal apo është haram, lëre atë që është dyshimt. Lëre haramin, se Allahu ka për të furnizuar fuqishëm nëpërmjet halalit. Nëse e lë atë gjë që është e dyshimt ose haram, lëre për hir të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush lë diçka për hir të Allahut, Allahu ja zëvendëson atë me më të mirë se ajo." Është premtim nga kush? Nga profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili është një shpallje që i shpallet, nuk flet në ajër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo gjë që thotë është e vërtetë. Dhe nga shkaqet me të cilat arrihet lumturia është lutja. Allah madhruar thotë në Kur'an: "Inna rabbi lasami'u du'a." Me të vërtetë Zoti im është që i përgjigjet lutjes. Gjithashtu Allah madhruar thotë në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj thiri: "Më lutni që t'ju përgjigjem." Prandaj, o musliman, veçohu në një moment gjatë ditës ose natës, duke ngritur duart tek Allahu i madhruar, dhe ankoju atij për çdo gjë që ke prej brengave dhe halleve, që ti largoj, që ti heq të gjitha streset, duke ngritur duart tek ai i cili dëgjon lutjet dhe i përgjigjet lutjeve. Allah madhruar thotë në Kur'an po ashtu: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse robërit e mi të pyesin për mua, thua ju atyre, unë jam afër. Allahu është afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Dhe i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai më lut mua. Lutë Allahun e madhruar, që ai t'i përgjigjet lutjes tënde. Gjithashtu, nga shkaqet me të cilat arrihet lumturia, janë dhe disa gjëra që Allah madhruar i ka përmendur në një ajet,
kuranor, duke thënë wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Unë jam falës për atë që pendohet, që beson dhe punon punë të mira, më pas udhëzohet. Veproj këto gjëra, pendohu tek Allahu i madhruar, beso, puno punë të mira dhe udhëzohu me udhëzimin që Allahu i madhruar të ka urdhëruar në Kur'an dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu nga shkaqet me të cilat arrihet lumturia është kërkimi i faljes. Të mos pushoj gjua tënde së thëni astaghfirullah, astaghfirullah. Kërkoj falje nga Allahu. Prandaj Allahu i madhruar thot në Kur'an për Nuhun alayhi salam, i cili ishte i dërguar i parë që Allahu dërgoi tek banorët e tokës, i cili i tha popullit të tij: "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." I thash atyre, kërkojini falje Zotit tuaj se ai është falës. Yursili samaa aleikum midrara, dhe ju dërgon bereqet nga qielli. O ju mditkum bi amwalin wa banin, dhe ju mbështet juve me fëmijë dhe me pasuri. O yaj'al lakum jannatin, o yaj'al lakum anhara, dhe më pas ju jep juve lumenj dhe bereqet dhe kopshte me lumenj. Të gjitha janë për shkak të kërkimit të faljes. Mos pusho asnjëherë së thëni astaghfirullah. Gjithashtu nga shkaqet me të cilat arrihen mirësit, arrihet lumturia në dynja dhe në ahiret, është shoqërimi me njerëzit e mirë dhe distancimi nga njerëzit e ligj. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "El mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Njeriu është në fenë e mikut të tij, prandaj le të shoh gjithë secili se me kë shoqërohet. Allahu na bëf për atyre njerëzve të cilët zbatojnë Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe që gëzojnë një jetë të lumtur në dynja dhe në ahiret. I them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë. Dhe kërkoni falje Allahu se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O musliman, krahas shkaqeve me të cilat arrihet lumturia, Allahu i madhruar dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë treguar edhe dy pikë mbështetje, mbi të cilat ndërtohet lumturia. Dhe e para atyre është të mbështeturit tek Allahu i madhruar, dhe pikë mbështetja e dytë është veprimi i shkaqeve përkatëse. Prandaj Allahu madhruar i ka përmbledhur të dyja këto në një ajet në Kur'an, të cilën lexojmë të paktën 17 herë në ditë në namazet farze: Iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm tek ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Këtu është të mbështeturit tek Allahu i madhruar dhe veprimi i shkaqeve. Gjithashtu Allahu madhruar thot në Kur'an: Fa'budhu wa tawakkal alayhi. Adhuroje atë dhe vetëm tek ai mbështetu. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot: Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Përpiqu për atë që të bën dobi dhe mbështetu tek Allahu i madhruar. Përpiqu, vrapo. Jo të thuash Allahu do më furnizoj se jam në xhami. Puno duke derdhur djersën e ballit, duke fituar në halal dhe mbështetu tek Allahu i madhruar. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thot: Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitana. Nëse ju mbështeteni tek Allahu me një mbështetje të fortë, të denjë, ka për t'ju furnizuar ju ashtu siç furnizon zogun i cili del nga polea me barkun bosh dhe kthehet në mbrëmje me barkun plot. Gjithashtu një nga dietarët e Islamit, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, ka përmendur në një broshurë të tij El Qawaidul Arba, 4 rregullat, në hyrje të saj një lutje të bereqeshme e cila ka përmbledhur 3 gjëra që janë adresa e lumturisë, duke thënë: e lut Allahun e madhruar
të bëj për atyre njerëzve të cilët kur jepet diçka falenderojnë dhe janë mirënjohës, kur sprovohen durojnë dhe kur bëjnë gjunahe dhe mëkate kërkojnë falje nga Allahu i Madhruar, sepse këto trija janë adresa e lumturisë. Allahu na bëf për atyre që janë të lumtur në dynja dhe në ahiret dhe më pas o musliman. Allahu i Madhruar na urdhëroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij, me këtë fillojnë në Kur'an, në veten e tij, më pas me melajket, më pas me ju besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kush bën një salavat për mua, Allahu bën për të 10 salavat. Allahu qoftë i kënaqur me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bekrin, me Umerin, Uthmanin dhe Aliun dhe me të gjithë muhaxhirinët dhe ensarët dhe me nënat e besimtarve. Wa akhir dawan alhamdulillahi rabbil alamin.